çfarë nën kupton për shkallëzimin? Po, absolutisht jemi mirënjohës që kemi edhe organet sigurisë me cilat jemi në bashkëpunim të plotë dhe nuk i kemi bërë asnjë hap deri tash pa konsultim me ta. Ideja për shkallëzimit nuk na kupton dëmtim të asnjë institucioni ose individi. Ideja për shkallëzimit nuk kupton bllokim ose paralizim të jetës institucionale. Të cilave institucione? Të institucioneve publike, kem këtë rast nëse vazhdohet edhe mos të ketë feedback nga ana e në këtë rast tash jemi realist, nesër do të jetë edhe data ku po shpresojmë që do të konstituohet edhe kuvendi, sepse është shumë e rëndësishme që për hapat e matejm ta kemi një kuvend aktiv dhe të kemi edhe në anën tjetër edhe komitete aktive në kuptimin edhe komisione realisht aktive komisioni për energji në këtë rast. Momenti që këto do t'jenë aktive, besoj që deputetët e Republikës Kosovës nuk do ta kenë asnjë arsyetim për ta thirrur zyrën e rregullatorit të energjisë në raportim. Po, i veç është paralajmëruar. Absolutisht, kështu që apo thoni që është duke u penguar kriza politike sepse po rastis që të njëjtën ditë do të jetë konstituimi i institucioneve, nëse do të kaloj tutja apo do të vazhdoj me këtë ngërçin politik që e kemi me këtë blokad në kuvend, apo ju penalizon ky fakt? A mund të reflektoj kjo edhe tek ardha e qytetarëve pra të letë thonë që mjaftu shumë kemi kriza, kaloj si kaloj, ka rrezik. Nuk besoj që kjo është rreziku, unë mendoj që qytetarët megjithatë dojnë me pas një adresë më të qartë, edhe pas konstituimit kuvendit besoj që adresa do të jenë shumë më të qarta sepse emrat e 120 deputetëve ne vetë se i dim, por po presim vetëm aspektin zyrtar të kalohet, kështu që në momentin që do të konstituohet adresa do të jetë më e qartë, kërkesa do të kenë ku drejtohen shumë më saktë. Në anën tjetër që po du me ju kthy çaj pyetjes për shkallëzimit, natyrisht ne kemi paralajmëruar qysh për protestës së parë që mund të ketë edhe bllokim të rrugëve, mund të ketë edhe bllokim të rrugëve në Prishtinë apo gjithandej. Gjithandej tash kemi kërkesa të vazhdueshme prej qytetarëve gjithandej komunave që të ketë një lloj paralizimi të përgjithshëm. Pse kemi prit deri tash pritja në komuna të tjera. Edhe në komunat e tjera. Do të thonë ideja është që protesta me u masovizu dhe nuk e keni as ide, unë po them janë atë shumë thirrje, mesazhe, komente nga ana e qytetarëve që të ketë protesta në gjitha komunat e Republikës Kosovës, por tendenca e grupit prej fillimit ka qenë që të ketë protesta të moderume, ne ta tregojmë edhe në qytetari në kuptimin e përgjithshëm, sepse nuk është që ndoshta kemi pas kësi praktikat në kaluamën si vend, andaj këtë praktikë do të me kalu në mënyrën më të mirë të mundshme. Por nëse gjitha rrugët mbyllen në kuptimin institucional, atëherë mbetet që qytetari ta merr. Mirë, por çfarë kemi të qartë? Ju kur thoni për shkallëzim, pas çkafit, sepse vendimi tashmë është në fuqi, çka duhet të ndodhë që ju mos të përshkallëzoni? Shumë e qartë, pyetje shumë e mirë, nëse vetë se kemi edhe pasi të konstituohet kuvendi, do të vazhdoj që deputetët mos t'i marrin parasysh kërkesat e qytetarëve të Republikës Kosovës, që janë kërkesa të qarta tashmë që të thirret zyra rregullatorit për raportim dhe pas raportimit të pezullohet vendimi dhe kërkesa tjetër që është e qartë tashmë është edhe shkarkimi i tërësishëm i bordit të zëres. Nëse kjo nuk ndodh, atëherë ne kemi detyruar që me blloku edhe hyrjen e kuvendit, mi blloku edhe pjesë të tjera ku ka institucione të cilat do të themelohen tashmë të reja, dhe këto nuk do të ndalen derisa të arrijë zoni qytetarit dhe mesazhi të jetë i qartë. Asnjë cent më shumë të kthehet vendimi ku ka qenë, nuk duhet të ketë rritje jo 16, 15, 13, por as edhe një cent më shumë, dhe mandej masi pezullohet vendimi, të rihapet një debat. Ne nuk jemi për që mos të ketë debat për çështjen e energjisë, jemi të qartë, jemi duke bashkëpunuar realisht me ekspertët më të mirë edhe të energjisë edhe të ekonomisë. Asnjë ekspert, as i energjisë, as i ekonomisë nuk e ka arsyetuar deri tash rritjen e çmimit të energjisë elektrike në rrethonat aktuale. Mirë, asnjë ekspert s'mund të thoni sepse kam parë unë për vete që ka pas ekspert që kanë thënë duhet të rritet, po si do të qoftë. Ekspertët kanë thënë duhet të rritet çmimi i energjisë elektrike, por jo në rrethonat aktuale. Dakor. Zoti Shabiu. Tani ju dolet kundër propozimit atë kohë, aso kohë të ZRS për të mos rritur tarifat e energjisë, ndërkohë që propozimi thoshte 15%. Pas protestave bëhet 16.1. A e kuptuat këtë si akmare, se kishte një farë lloj frustrimi të përgjithshëm kështu që si bëhet që edhe pas protestave ata vetëm e shtuan 1.1% të propozimit që vetë kishin thënë që duhet. Kjo nuk është akmarrje, kjo e tregon pa aftësinë, kjo e tregon pa dituninë dhe mos analizimin e raportit që e ka sjell deri në rritjen për 16.1%. Cila ka qenë disa prej këshillave që i kemi marrë, që unë du mi thonë sot publikisht prej ekspertëve edhe të energjisë dhe të ekonomisë, si pyetje që du të me i shku zëres. A mundeni me
publiku analizën në bazë të cilës keni ardhur deri te ky përfundim. Cila është analiza e cila e ka sjell përfundimin e zyrës rregullatorit për energji, që çmimet tarifet e energjisë elektrike duhet me shku në 16.1%. Arsyetimi ka qenë çmimet e larta importi. Kur gjë tjetër. Verbalisht. Domethënë, gjithmonë jemi fol vetëm në pjesën e importit, por ta kemi të qartë, ekziston një ligj për rregullatorin e energjisë, ekziston edhe një kushtetut që e kemi ne të Republikës Kosovës, e cila thot asnjë vendim, i asnjë institucioni nuk guxon të merret i cili e rëndon jetën e qytetarëve të Republikës Kosovës për te kapaciteteve që qytetarët mundin me përballu. Por janë kërkesa, domethënë janë në aspektin ligjor të rregulluar në mënyrë bazike, plus kemi edhe shkelje, kemi parë agimin edhe në aspektin e shkeljes drejtave të lirive të njerëzit, sepse kemi të bëjmë me shkelje të domethënë direkte të drejtave të njerëzit, kur ti një qytetar i kësaj republike po ja bën të pamundur jetesën në bazë minimale. Por një qytetar i kësaj republike i cili mund ta ketë pagën 500 euro, duhet me pagu 100 euro energji elektrike që e ka 20% pagës ti. Kush mundet me përballu një gjatë tillë? Në anën tjetër, kemi pensionist. Pra, kemi pasur 2 protesta, kemi pasur numër jashtëzakonisht madh të moshave të shtyra, domethënë pensionistëve, të cilët e kanë pensionin 120 euro. Në anën tjetër, ata nuk ju del pensioni as për pagesën e energjisë elektrike. Dhe përballen edhe me vështirësi tjera shëndetësore, barna e kështu me radhë. Qysh po mujmë me jam mësy kësaj pune, çfarë jete po i sigurojmë qytetarit kësaj republike. Por janë kërkesa, nuk jemi të folë për gjana absurde, as për ndaj kërkesë stratosferike, jemi të folë për gjana krejt bazike elementare të jetesës. Një qytetar i kësaj republike friksohet me uzgjuar mëngjes, se nuk e ka idenë që shka me aqit një ditë e lemo një muj. Mirë, unë po që ndër propozimet edhe më herët, por nuk është se keni hala si politik, është pezullimi potencial edhe i pagesave nga vetë qytetarët si formë proteste. A jeni tu e mendu vërtet ta bëni një gjë tillë, a keni përkraje për këtë gjë, dhe cilat janë pasojat edhe për vetë qytetarët, se ka pasoja ligjore nëse nuk e paguan në shumë se 2 javë tashmë kanë vendosur një penalti aty 17 euro, dikon du të paguash më shumë pastaj. Realisht kjo ka qenë kërkesë të qytetarëve, të jemi korrekt. Prej kërkesave se ne shpesh herë kemi bërë edhe pyetje në grupin tashmë shumë aktiv, asnjë cent më shumë, dhe prej kërkesave që i kanë parashtruar vetë qytetarët kanë qenë pezullimi pagesave. Çka nuk kupton pezullimi pagesave? Normalisht nëse nuk ka mobilizim serioz, kjo mundet me dështu. Por ne jemi të bindur që mobilizimi është asnjëherë